Kthjellime dhe alternime vranësirash, si do t'jetë moti për ditën e sotme. Edhe ditën e sotme vendi ynë do të ndikohet nga kushte atmosferike kryesisht të qëndrueshme. Moti parashikohet me kthjellime si dhe alternime vranësirash mesatare dhe hera herës deri të dendura kryesisht pas orëve të mesditës dhe relievet kotrinore malore të territorit. Vranësirat e dendura në relievet malore në lindje do të shoqërohen me rreshje shiu të erpasërshme lokale dhe të dobta prej orëve të mesditës deri ato të pasdites. Era do të fryjë me drejtim veri lindje veri perëndim me shpejtësi mesatare 14 metër në sekondë, ndërsa për gjatë vijës bregdetare dhe zonat luginore era fiton shpejtësi deri në 24 metër në sekondë, shoqëruar me dallgëzimi në detet forcës 4 deri 5 ball.